Thoni lam të mirë rrullave në fytyrë për gjithmonë. Kjo maskë me kos do ju befasoj. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot me vlera për të konsumuar kurdoherë. Janë pikërisht këto vlera të larta ushqyese të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse e përdorni si një maskë natyrale. Pa nevojë për të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në maskë ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Mineralet dhe vitaminat që gjenden te kosi do t'i japin përfitime të mira edhe në dukjen tuaj të lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi ka një arsye pse i jep lëkurës së fytyrës suaj një rigjallërim më të mirë dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave të Healthline, janë pikërisht këto përbërës të cilët ndikojnë edhe në dukjen e shëndetit tuaj të lëkurës dhe parandalimin e problemeve të tyre. Zinku, i njohur për vlerat e tij të larta antiinflamatore, do të nxjisë edhe rigjallërimin e qelizave të lëkurës si dhe do të balancojë gjëndrat të yndyrës që shkaktojnë edhe krijimin e akneve. Të gjithë e dimë se kosi përmban nivele shumë të mira të kalciumit. Ky mineral është shumë i rëndësishëm përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si dhe nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe gjendet me shumicën e produkteve të lëkurës. Ajo funksionon si një agent shumë i mirë kundër rrullave dhe plakjes së lëkurës. Ka veprime të mira kryesore në parandalimin e enzimave tirosinaze të cilat nxisin edhe prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Por si ta përdorni kosin për maskat e lëkurës? Mjafton vetëm një filxhan me kos dhe një filxhan kafeje, të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji kos dhe të përzjeni derisa të formohet një masë një trajtshme dhe e plotë. Më pas, masën e përfituar e vendosni në fytyrë duke treguar më shumë kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si dhe pjesën e qafës. Këshillohet ndërkohë të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje të lehta rrethore për të nxitur një qarkullim më të mirë të gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar gjithashtu një maskë të mirëfillt. E lini në fytyrë për 15 minuta dhe më pas mjafton ta njohni duart me ujë dhe të fërkoni përsëri fytyrën derisa shtresa e saj të thërmohet. Kështu ju largoni qelizat e vdekura të lëkurës dhe papastërtitë që janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë gjithë ditës. Kosi përmban bakterie të cilat luftojnë në të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Për të gjitha ata të cilët mund të marrin rezultatet e duhura, kosi mund të jetë një përzgjedhje fantastike në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Shtimi i kosit në recetat tuaja të bukurisë do t'jap gjithashtu edhe rezultatet e shumëpritura. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm, por gjithashtu edhe shumë i efektshëm për mbrojtjen e lëkurës dhe shkaqeve të ndryshme që i kanosen në saj. Nëse do të kishte një listë me problemet më të urryera estetike, rrullat padyshim do të ishin në krye. Simptomat e pashmangshme të plakjes, por është e pamundur që të hiqni dorë përfundimisht nga ky shqetësim. Prandaj në këto raste në ndihmë do ju vi edhe përdorimi i kosit. Por gjithashtu mund ta kombinoni atë në forma dhe mënyra të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë mbreslëndse për dukjen tuaj të lëkurës dhe menaxhimin e shqetësimit të rrullave. Sa herë që qeshni, shprehni një emocion ose qëndroni shumë në diell, një vizim i ri shtohet kryesisht në pjesën e lëkurës suaj. Ky proces është aq natyral sa që shfaqet me kalimin e moshës dhe është i vështirë të menaxhohet në shumicën e rasteve, por kërkon gjithashtu edhe zgjedhjen e dur të produkteve natyrale, të cilat do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme. Nëse doni të ngadalësoni rrullat e tepërta në fytyrë dhe të keni një hidratim më të mirë dhe një lëkurë më të shëndetshme, atëherë përdorimi i maskave natyrale në kushte shtëpie mund të jetë një përzgjedhje efektive.
Në këtë video do të mësoni disa mënyra të thjeshta për të larguar rrullat e moshës me produkte të lehta shtëpiake. Trajtimi me kos dhe karrot mund të jetë një përzgjedhje fantastike në dukjen e lëkurës suaj dhe në menaxhimin e shqetësimeve të saj. Ky trajtim është i pasur me vitamina C, të cilat do të luftojnë edhe problemet e plakes, beta-karoten dhe gjithashtu acidi laktik. Bashkimi i të gjitha këtyre mineraleve dhe vitaminave bashkë i jep fytyrës mundësinë që të rigjenerohet. Përbërësit që duhen në këto raste janë një karrot, 5 lugje dhe kosh, 1 lugje dhe lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë që të merrni përfitimet e duhura edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Si fillim qëroni karrotën dhe prisni atë në copë të vogla. Hidheni ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe i përzieni sërish. Bëheni këtë derisa të formohet edhe një pastë kremoze dhe pak kokriza të mëdha në të. Më pas e vendosni në fytyrë në mbrëmje në zonat problematike dhe e lini që të veprojë për të paktën 30 minuta. Në fund e shplani fytyrën tuaj edhe me ujë të vakët dhe lyeni atë me një krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet që ta kryeni çdo mbrëmje përpara gjumit, ndërkohë që do të pastroni edhe lëkurën tuaj. Trajtimi me kastraveca dhe aloe vera gjithashtu mund t'jap një mbrojtje më të mirë në shëndetin tuaj të lëkurës dhe të lehtësojë inflamacionet e saj. Vetit të rigjeneruese dhe freskuese të përbërësve të këtij trajtimi janë ideal për të larguar lodhjen dhe rrullat nga fytyra juaj. Antioksidantët, uji, fibrat natyrale përmbajnë edhe elementët ideal për të pasur një lëkurë të freskët, gjithashtu edhe më të shëndetshme dhe më të rigjeneruar. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj maske të thjeshtë janë gjysmë kastraveci, 5 lugje dhe kosh, gjithashtu 5 lugje dhe aloe vera dhe 2 lugje dhe vaj kokosi. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë që të merrni përfitimet e saj ushqyese dhe të parandaloni edhe inflamacionet. Në një mikser vendosni kastravecin e qëruar dhe të prerë, xhelin e aloe verës, gjithashtu edhe vajin e kokosit. Përzieni me shpejtësi të gjitha përbërësit derisa të formohet një masë një trajtshme dhe më pas e vendosni atë mbi fytyrën tuaj. E lini që të thahet për të paktën 40 minuta dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshëm. Rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë mbreslënëse në rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Trajtimi me majdanoz, mjaltë dhe limon gjithashtu mund të jetë një rigjeneruese shumë e mirë ushqyese për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e inflamimit të tyre. Përbërësit që ju duhen në këto raste janë 3 deg majdanozi, 5 lugë me mjaltë dhe 2 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Shtypni një enë majdanozin dhe bashkoheni me mjaltin edhe limonin. Vendosni kremin e formuar mbi fytyrë dhe e lini të veprojë për 20 minuta. Më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet që të përdoret vetëm përpara se të shkoni për të fjetur, për të evituar kështu kontaktin me diellin në mënyrë që të mos shkaktojë edhe probleme nga acarimi i tij. Një tjetër përbërës është trajtimi me mjaltë dhe të bardhën e vezës, e cila mund t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe rigjenerimin e shëndetshëm të saj. Ky trajtim do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin e lëkurës dhe do të ndihmojë që të keni një dukje më të mirë dhe më të shëndetshme. Ky trajtim bëhet me 2 përbërës të thjeshtë dhe do të pastrojë dhe tonifikojë më mirë shëndetin tuaj të lëkurës, duke i dhënë asaj një mbrojtje më të mirë. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete të thjeshtë janë 5 lugë gjedhe mjaltë, 1 e bardhë veze. Gjithashtu ju duhet edhe përgatitja e kësaj recete në mënyrë të thjeshtë. Përzieni mjaltin me të bardhën e vezës dhe më pas e vendosni atë në pjesën tuaj të fytyrës. E lini që të veprojë për të paktën 30 minuta dhe më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshëm. Rezultatet që do të merrni me trajtimin e kësaj recete do të jetë gjithashtu mbreslënës për shëndetin e lëkurës dhe rigjenerimin e saj. Përdoreni me kujdes dhe do të keni shumë përfitime. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionin në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.